rrezikohet që të jetë faza ardhshme e përndeshjes me Izraelin. Dhe këtë dinë, dhe këtu është problemi që në Gaza çdo kush mund të tolerohet të shkojë në Gaza si trupa paqëruese, ta mbikëqyrin atë planin e paqes së Trumpit, por që se hynë Turqit, atër Izraeli me të vërtet e ndin vetën që ka të bëjë me një ushtri që jashtëzakonisht është profesionale dhe de facto e vërteta që ndër këtu. Turqit po, dhe kjo është ai problemi, do thotë sa i përket programit F-35. E qartë, për zotë Biali, pse Netanyahu po zgjedh një qasje diskrete dhe jo një përballje të drejtë për drejtë me presidentin Donald Trump, pra cila është e gjithë strategjia diplomatike që po shndron pas kësaj? Po sigurisht ne kemi për shembull brenda në fazën e parë brenda as 2 muaj ka pas 500 thyret dhe thyret të pushimit. Dhe këto aktivitetet e IDF-it izraelit kanë vazhduar dhe me vrasjen ka pas reagim, duket edhe nga vetë Sven Witkoff dhe Kushner dhe Andrej i Trumpit në raport me Netanyahun. Do thotë ekziston një, mund të them ndonjëherë një konfrontim mes Trumpit dhe Netanyahut, edhe pse duket bukuri lehtë tregon qartë seriozitetin e asaj. Sepse Netanyahu ka probleme të brendshme me të cilat kërkon të bëhet amnesti sipas ligjeve, sepse Izraeli nuk ka kushtetut, ka ligj themelor, ligjin bazik, i cili përbledhet me disa ligje të cilat normativa të tyre jap drejt presidentit Herzog, Isaac Herzog të bën ligjore të jap falje amnesti për ato afera korruptive për cilat ballafaqohet në përgjigj Netanyahu. Dhe kjo tëra tregon që raportet mes Tel Avivit dhe Washingtonit janë ndonjëherë në pikën më të mirë, ndonjëherë fillojnë të qahen, por ende prezenca dhe mundima amerikane në raport me Izraelin është jashtëzakonisht e fuqishme dhe kjo ka filluar të bie, por në administratën, mund të them sidomos në çdo administratë të re apo të vjetër, cikli i ndihmave rreth Izraelit nuk ndryshon. Dhe kjo sigurisht do të bëjë situatën më të breshtë, edhe pse plani strategjik i sigurisë nacionale amerikane i hartuar nga Trumpi nuk ka më ndoshta prioritet aq të madh lindjen e mesme, por sidoqoftë prapë mendon që me arritjen e marrëveshjeve Abraham dhe futjen në Siri të atij konceptit për të arritur një paqe mes Al-Sharës, e cila është vështirë të arrihet, thënë drejtën, për marrëdhëniet Izrael-Siri, dëshiron që këto akte të kryej. Por gjokeri vetëm në këtë drejtim është Turqia. Mirë, zoti Bilali, për ta mbyllur pyetja e fundit, cili është roli që mund të luajnë këtu edhe zyrtarët amerikanë skeptik ndaj Turqisë, si për shembull edhe Marco Rubio për ruajtjen e avantazhit ushtarak të Izraelit? Sigurisht, shef mund të them shija vetë ai ka treguar ata pa qenë sekretar shteti që ka raporte dhe mund të them një lidhje të ngushtë dhe simpati për Izraelin. Ndikimi i lobit kuptohet jashtëzakonisht e fuqishëm në SBA, i cili mund të them përcaktues edhe për presidentin amerikan. Jo vetëm në raport me Rubion apo me figura tjera. Izraeli ka problem pak a shumë dhe godet ambasadorin Barak në të SBA-ve në Turqi, në Ankara, i cili disa herë ka treguar që pa Turqi nuk bën. Dhe në vlen një fjali e tij e cila thotë ka dhënë fjalën me Trumpi, Erdoganit që trupat turke do jenë në Gaza. Dhe këtë është vështirë tash të sillen në situata të atill që kjo të mos realizohet. Por raportet të administratës dhe mund të them të gjithë atyre të rinj, të vjetër dhe të rinj që kanë qenë në qeverinë amerikane kanë, mund të them, janë umbrella, janë impuls
për atë që ka sot ka Izraeli, sidomos në sistemet që kanë të bëjnë me zhvillimin e një armatimit dhe furnizimit të Izraelit, por edhe në atë ekonomi, mos harrojmë se Izraeli nuk qëndron mirë ekonomikisht nga një luftë 12 ditore me Iranin, ka pas të lasha dhe mund të them që bile në Izrael, ti që keni informacione që ka qenë ndaluar të japen foto për aksionet dhe goditjet e Iranit. Do të thotë nuk ka qenë edhe që letë përballimi i saj, sidomos efekti i saj në dy portet të Izraelit, të cilat njëra në jug dhe tjetra në veri, kanë mundur të jenë, pa një veri përndim, kanë mund të jetë fatale për zhvillimin e arshëm të Izraelit, po që se vazhdo të lufta. Por ajo që ka pyet në ju të jam konkret, Amerikanë edhe Rubio, edhe G.D. Vance, por edhe sekretari Thasarit, të gjithë janë, mund të them, një qetë të tërë, të cilat përkujdesen për shtetin e Izraelit. E qartë, mirë. Zoti Blali, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet. Kënaqësi, faleminderit. Faleminderit shumë. Mirë, të nderuar televizionistët, kemi arritur tashmë në fund, do të bëjmë një përmbledhje të shkurtër se çfarë diskutuam ditën e sotme. Kemi parë se botë kuptimi i sigurisë ndërkombëtare po ndryshon sigurisht me një ritëm të shpejtë. Nga njëra anë është Rusia, e cila po përmirëson sistemin e saj raketor Oreshnik dhe vendos atë në Bielorusi, duke shtuar kështu edhe tensionin dhe pasigurinë për perëndimin. Ky zhvillim tregon se tashmë teknologjia dhe fushia ushtarake mbeten faktori kyç në ekuilibrin global. Nga ana tjetër, në lindjen e mesme, Izraeli përpiqet të ruajë avantazhin e tij strategjik në mënyrë diskrete. Lobimi i heshtur i Netanjahut për të bllokuar shitjen e avionëve F-35 Turqisë dhe Arabisë Saudite tregon se diplomacia sot shpesh zhvillohet larg kamerave, por ndikimi i saj është në fundit vendimtar. Dhe në fund, ndërkohë afrimi mes Trump dhe Erdogan risjell sigurisht në vëmendje dinamikën komplekse të lindjes së mesme, veçanërisht lidhur me Gazën dhe balancimin e forcave midis Turqisë dhe Izraelit. Ky bashkëpunim mund të sjellë mundësim për stabilitet, por gjithashtu nuk duhet në vlerësuar dhe sfidat që lidhen me interesat rajonale dhe ndërkombëtare. Me kaq shpëmbyllim ditën e sotme, bashkë jemi sërish në TikTok në radhës.